Problemet që ne I zgjidhim dhe ja dalim të ndënjo, këto janë pengesat. Kur dhe më xhehenem, dhe merë vrape hudhu. Pa si lloj pengese. Problemi ma? Pra, shumë më u kujdes, se Allahu Xheleshër nuk e zbulon pa qëllim këtë sekret të njerëzve. Mos u bëj tafmaqar, dhe mos duken të mira ato vepra që po I punon, po hap librin e Zotit. Hap çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ora lejohet me e bën këtë vepër apo jo? Lejohet me ja dredhun këtij vllajt tem apo shokut, apo me ja marr atij mikut, apo me ja marr atij shtetit tjetër, kujdes. Për Zotin do shtënesh dhe thuhet për faraonin, që kur ka qenë I momenti I funit që është më të ndet, se duket vetja I menshëm, sepse të udhëheq shejtani. Kur me Musën a.s. e ndoq edhe ndet, po Allah e kishte hap rrugën, e kishte bërë kështu autostradë vetëm për Musajin a.s. Edhe ky tha rrugë që ka këtu, me gjithë ushtarë mbrapa. Shkencëtar I madh, si këta të soçmit. Si këta të soçmit, një lloj. Pra e vret një shtet, e shkatra, e dhuna, I bët gjitha, vepër të mirë kemi bërë, thot, heroj. Ushtarët e mi, thot, janë heroj. Pse? Po të dalësh para Zotit? Edhe ai në atë moment funit thohet që ka thënë, au, mësaj pësa pas drejt. Po ishte vonë. Dhe me thonë, u hap rruga, e ndoqi mes detit, edhe ati nga masi ka kalu Musa a.s. ngeli kjo të që me gjithë ushtëri këtu. Tha pasa pas drejt. Po, ju ka pas mosh bargu me ujë. Këti, kur e ka bë këtë deklarat, ka desh me besu, po është vonë. Ja. A I hershmi ka thonë, jetë një merë kollaj, shpi një merë kollaj, tokë një merë kollaj, gru një merë kollaj, burë një merë kollaj, pasurin, çdo gjanë, po kujdes, se ai nuk njallët ma, po e dhunove, po e shkatrove, duhet me pas kujdes. Po pse më ka thonë, më ka lanë Zotit dorë të lirë, që e këshë në drejti, jo për Zotin. Ja, se herë, absolutisht, nuk ose të ka lanë, por hikë se jetu morë xhehenemin për sipër. Xhehenemit nuk I përbalohet një xhizë e vogël fare, me dalë prej xhehenemit, po e vogël o vlezër, kur them as si to e krahasoj. Sa ajo e shkrepsës që nizni me gazet e vogël, vetëm ajo shkatro botën kretë, e shkatro mrena sekondit. Jo vetë xhehenemi, po vetëm kjo pjesë, si që shi nizni atë shkrepsën kështu, me gaz, e vogël fare. Më të dali, e shkatro botën. Jo vetë xhehenemi e të mrenë. Për ne, mas të duket kjo e çuditshme kështu. Hajtë pa ja kalojnë e këtë herë, pa ja bëjnë e këtë hile. Jo, thotë Allahu Xheleshëraluhu. Ta ka zbukuru shejtani mallkum, ruhu shumë. Po sa të ruhesh? Të ruhesh që jo me fol për tjetrin, jo me ja shiku shtëpinë, e pasurin, e gru, e fëmijë, e çaj ka dhonë Zoti Xheleshëraluhu, e makinë, çaj ka dhonë, jo me ja shiku. Po të kalojsh ato të bësh beje që vallaj se kum pa. Po, ka që sigur ti jesh, sepse edhe pra të ke përdhon llogari. E pa me haset. Me haset. Rreziku është jashtëzakonisht I madh. Siç më doni më fort ju duhet unë ju të gjithëve vallahi. Këto janë smundje të rrezikshme që I përmend Allahu Xheleshëraluhu, por mundoni ruajeni veten. Ruajeni veten. Ate që e ka prek udhëzimi I Zotit, ajo është I shpëtuar. Pra na hapin e librin e Zotit, çfarë do halle që të keni atje, hajde ta diskutojmë bashkë, ta shohim çka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si ka vepruar për atë çështje, që të mund të shpëtojmë edhe mos shkojmë atje me e marr përsipër një gjinof kajtron. Po bota horë që I kanë marrë gjitha, bota normalisht që shko drejt kiametit. Po, pa ngjeshë një gru që fliste, tha, mos ju kërkoni llogari I fëmijëve, tha.
Dhe më thënë, sa të bëhën të 7-8 vjeç, e dërim 35 vjeç dhe mos ju kërkoni llogaritë, sepse o dhunë në familje. Shiheni, kjo është me ta zbukuru shejtani punën e keqe, që ke marrë për sipër me shkatru familjet, edhe interesant se ndjekin njerëzit, se ne s'na morën ato atje, se flasim të vërtetën, nuk e duan fjalën tonë. Pra, kudo ka ligje, ka rregull, në punë, kudo ka rregull, vetëm ai fëmijë që do rritet, thot nuk ka rregull. Ati thot mëse ja, mëse dhunoni atë. Jo vëllai, këta pa e dhunojnë. Këta pa e dhunojnë, po themo Zot na ruaj tonë. Edhe të gjithë besimtarëve dhe besimtarët kudo që t'i kenë, na i ruaj. Ama këta janë pikërisht ta që përmend Allahu xhel xelaluhu, që i vepër e keqe ju ka zbukuru. Sa lek do thot zhvishesh laguriq midis pazarit. Mërvesh? Pra, si të keqe s'ka. Bona bashkë ta mashtroj mërtakun që kemi. Bona bashkë. Edhe ta mashtroj me të ortakun që i kemi pasurinë bashkë, i kemi lek bashkë, i kemi punën bashkë. Dy, ne të bona ta heqim atë ta zhdokim. A pa kana, ja ka zbukuru shejtani mallhum. Edhe të gjithë mësën do i lanë këto pasurit. Atje për Zotin asgjë. Ama atje ke mësën të lashët e xhehenemit, që nuk kanë të marru, dhe ja Rabi mos i paqim pjesë, sepse ata që kanë punu për te, Allahun, le të fluturojnë në përcjell, le të vdesin dhe të varrosin me flani, apo prej xhami, jënë mundu dhe ata faraonat me bo, vorrat atil, boje si të dush, shkrinjesh, duke, digje, ati do të paraqitet prapë para Zotit xhel xelaluhu. Në mënyrë absolute nuk ka se ka të shmangët. Unë pa them, na udhëzof Zoti ati ku është i kënaqur. Ela ina sanal kalam wa ablaga nizam kalam Allah al-Malik al-Aziz al-Alam. Kama qala Allah tabaraka wa taala fi al-kalam wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kur të thirrët fjala e Zotit xhel xelaluhu, ligjoni me vëmendje, me qetësi, sepse është me të vërtetë udhëzuese, është fjala që na fal Zoti dhe na mëshiron Allahu xhel xelaluhu. Allahu të na mëshirojë sot në këtë ditë që më inshallah.